para 3-4 ditëve lexoja për sfot titulli, për skej një valë të madhe të islamofobisë në Britani, përsëri për 2 vjet 15.000 britanezë janë bërë musliman. Subhanallahu. Mas një legislatorit ofanzive madhe kundër islamit dhe muslimanëve, për 10 vjet 1,5 milion amerikan musliman. Bile, çfarë po thot një amerikan që është bërë musliman me një fjalim xhami në Amerikë? O musliman, na, ketë. As ju ven marrëve juve, ala islamin me mojt në për xhamia. Po dilni me pak me njerëz, jetoni me pak, përhapni me këtë mirë njerëzve, se ato nuk e dinë, nuk e njohin. Po na shoh neve, ai po na qorton, falni, po na qorton neve, që çto qemi na? Që e jetojnë islamin në xhamia veç. Po dilni për xhamia, kallzojni këto të mira njerëz që nuk i dinë. Se po ti dinin, po ti kuptonin shumë ma shumë do të bëheshin musliman. E do të gëzoheshin me këto të mira si jam gëzuar unë, ai po thot për veten e tij. Edhe kjo është e vërtetë 100%.